bëhet fjalë pikërisht se kush do të jetë drejtori i ri i përgjithshëm i policisë së shtetit. Ma besoni ka një rëndësi të veçantë në këtë moment se kush do zgjidhet drejtues, për shkak sepse policia, ashtu siç është diskutuar, ashtu siç kanë dalë dhe raporte dhe analiza, nuk është në gjendjen e saj më të mirë dhe duket se kjo është kuptuar dhe nga largimi i një pasnjëshëm i drejtuesve ose i kryepolicëve, që le të themi që kanë pasur këtë post, por edhe nga fakti që elementë të ndryshëm cilët kanë mbajtur këtë detyrë, aktorë të ndryshëm, pra të oficer policie që kanë mbajtur detyrën e drejtorit përgjithshëm, sigurisht janë shoqëruar me kritika të vazhdueshme për punën e tyre. Tani, ç'mendim ke për këtë garë, Rexhepi? Sa rëndësishme është në këtë moment? Në opinionin tim, jo në pjesën ligjore, se pjesën ligjore është e qartë për të gjithë. Në opinionin tim, absolutisht, posti drejtorit përgjithshëm të policisë është post shumë i rëndësishëm. Le të themi është fryma që i jep stafit, gjithmonë nëse i lënë duar të lira, sepse kjo është pjesa më e rëndësishme. Ju keni qenë pjesë e radhës policisë së shtetit dhe e njihni mirë këtë. Atëherë kjo ka të bëjë dhe me integritetin e personit, që të jemi të ndershëm. Njeriu nëse nuk e lën të bëjë detyrën, 2 gishta letër dorëheqje dhe të paktën ikën me dinjitet dhe ruan fytyrën. Nuk është se s'kemi patur raste të diskutueshme ose një rast që e prorët, se nuk është se kam qenë në majën e strukturave, e prorët kanë tentuar ndoshta dhe të na ndërhyjnë. Nëse kam lejen tuaj mund të tregoj një rast flesh. Unë kam qenë me detyrën e ekspertit dhe pati një incident, ka qenë, nuk e di, nga këto vende arabe, një libaneza, nuk e di, domethënë, edhe ishte sampisti këti, ose bodyguardi këti që ishte kopshi magjik diku aty ke liqeni, u kryo në vite hershëm. Nuk është, të mundohem të reduktoj këtë pjesën e përshkrimit. Përfundimisht ai shiste ëmbëlsira diku aty ke rruga Myslimçiri dhe përpara dyqanit ti një tregtar zazavatesh. Po rinde para dyqanit, si duket ky i tha largohu, po mbas e kuptonte shqip. Ky i tha largohu, ai kam përshtypjen që ka reaguar keq me shprehje që ndoshta nuk është e hishme ti përmend. Mori kamën ai që ta sulmonte, frikën e atyre ëmbëlsirave që po punonte. Përfundimisht kishim bëni me një njeri shumë përgatitur, për kuriozitet po ja u them që kputi prangat në Biruz, domethënë. Edhe aty bëra lidhje me talibanët edhe me komandot që kishin. Këta më mbrapa, se dolën shumë më mbrapa këto fenomene. Edhe sollën thikën. Thika nuk ishte armë ftohtë, sepse njerëzit kuptojnë, jo çdo gjë që të vret është armë ftohtë, është e madhe, s'është e madhe. Thika ka, ja them kështu, figurativisht, thika quhet armë ftohtë në moment që sa ta shikosh, shkon mendja që s'është për të qiruar moll. Okej. Ne themi këto thika të rëndë. Sa ta shohësh ti jep efekt, mos hyj në detaje, jo doreza, jo. Thika sharp, pra ai që pret mollën armë ftohtë. Ose edhe kama e ëmbëlsirave, nuk kishte thikë. Përfundimisht unë, duke parë nivelin e përplasjes, pati përplasje me grupin e Gaçëm, me të gjitha, kishte shtetësi turke. Turku ishte kryetari i trupit diplomatik në ato momente, nuk ishte përplasje e vogël, domethënë kur shoqërua dhe i raportojnë në prorit që s'bën, nuk jep eksperti thikën. Unë faktikisht thikën e çova në laborator qendror. Artan tha, po kjo është e tukshme. I lutem, i thash, bëhen. E bën e solla aktin, më thret që ka mbajt detyra shumë të larta e tani së fundi, s'pa përmendemin, më tha, duhet të anullosh atë aktin. Po si mund të anullosh aktin kur pikërisht e çuat tek policia shkencore kam përshtypjen për të bërë, i thash e para ata janë e prorë të mi momentalisht, i thash dhe e dyta ajo nuk bëhet, i thash. I e pezulluar, mund të largohemi, i thash, me përshtypjet më të mira, në ligjërat drejt, me përshtypjet më të mira, mirë pafsh. Kuptohet. Nuk zgjati deri tek kthesa dhe mbas u ktheva më sqaroj gjë se kam qenë në impresion, interesohesh, ish presidenti drejt për drejt, ishte kryetari i trupit diplomatik. Apo në nivele diplomatike ç'është? Ishte shumë e lartë, nuk diskutohet, nuk ishte kështu ndërhyrje e tipit në diçka ose marr diçka, absolutisht. Por që në varësinë e përplasjes politike, ama u vendos kufiri aty. Po. Këtu s'kemi terren. Njeriu do ditë ja vendosë veten, në fakt se duket sikur mbur veten është fjala për gjë të vogël, domethënë, po me të voglat njeriu. Kështu që në këtë kuadër jo të gjitha bëjnë atë. Ai vend, jo, unë luaj me bukën, që të jemi të qartë, domethënë mbaja familjen me atë. Vendi punës patjetër. Nuk bëhet fjalë, po që njeriu duhet ta ketë atë lloj integriteti. Shkurt,
Duhet din të thonë një orë në çdo detyrë, në polici, një drejtorat civil, gjithë sepse ja ku po shkojnë në burg. Kanë thënë po, por iru të do të për një krye polic këtë. Më thënë, kur e mendon ai që kur shkon atje nuk dijon një, ta kesh qartë. Po ta ketë jo kategorike nuk e propozon njëri. Ja po ta fillojmë. Falë se të mora pyetjen, as nuk e çojnë fare hiç. Po të jetë kategorik te joja, mos ketë elasticitetin e nevojshëm, le të themi. Çfarë lloj karrige është ajo atje krye policit? Është karrige që të provulon, unë nuk do ta lakmoja. Ti jemi ndershëm. Domethënë, nëse do bësh detyrën atje ke probleme. Përse? Ke probleme, ke korridore kriminale, ke korridore politike, ke korridore financiare që të përplasin. Kështu që sepse për të vërtetës unë tregova diçka, por niveli i pasurimit të krimit edhe niveli i pushtetit nuk është më i asaj kohe. Nuk. Deri nxjerrë dokumentin policia kriminale i binte pika zbardhës tjetrin fytyrë. Tani mund të thotë ndaj fjali që s'na pëlqen ta themi këtu në media. Çfarë ndodhi? Çfarë ndodhi gjatë rrugëtimit? Sepse ju thoni që ka një, se unë e kam edhe pyetje kam këtë le të themi në çfarë niveli ka shkuar sot krimi në raport me policinë e shtetit, sepse kemi parë tek dosjet e SkyCC, Rexhepi që një pjesë e mirë oficerëve të ndryshëm dhe në aksione të fundit të zhvilluara nga ana e Spakut, paktën Spaku i pati ato edhe i nxori, janë të përzierë ato, janë të përzierë. Do të thënë drejtën e erën qoftë Spakut. Spaku ka shumë merita, po e ton, është në presione, nuk e edhim. Thash pjesën e zgjedhjeve, pastaj e ka me shumë pikë pyetje, që s'pati asnjë reagim. Vitin e kaluar. Një para reagim do sillte gjëra të ndryshme. Absolutisht s'm takon ta bëj këtë analizë, se nuk i kam faktet. Fitoria mund të ishte, por nuk mund të ishin këto përmasa. Pa një frenimi këtyre patronazhisti.com me këtyre stafeve me kompjuter se doli hapur në televizor tash, nuk do t'i themi këtë gjë. Dini gjë që këtë filluar hetimin për atë filmimin atje. Tash ke shkuar të bësh punën, jepi. Ai eksperti që kanë atje, ose një nga ato ekspertë që kanë atje, ai nga ai laptopi i nxirrte të gjithë. Para aftësinë e tij, po dhe para aftësinë e programeve që kanë dispozicion që janë shumë shtrenjta. Kështu që nëse duhet bëjmë gjë, duhet ta bëjmë për të gjithë. Pra po thoni që e patën në dorë dhe nuk e bën? Patjetër. Për pjesën politike ka pikpyetje, po them për zgjedhjet. E kam thjesht në planin si qytetar absolutisht në favorizim të asnjë lloji force politike. Duhet, sepse po ta vini re, se spostuam pak, po ta vini re dhe Rama u trondit kur krijua task force. Dhe i mblodhi tek qendra e qytetit aty përpara Pallatit të Kulturës. Edhe patronazhistit të vëzhgonë të gjitha për t'i inkurajuar, se krijimi i task force-s krijoi një panik në bursë, të themi në këtë bursën politike në tavolinë, më kupton? Është bursë e madhe shumë ajo. Kështu që në këtë kuadër e trembi goxha për të vërtetës leprin nga ferra, por nuk godit. Ne e qartë. Në zgjendje është në perceptimin tuaj Rexhepi policia e shtetit? E tha të ndjes se dola diçka. Policia e shtetit, për mendimin tim, është në respekt gjithë atyre punojësve që punojnë, është në gjendje më të keqe të mundshme. Pse? Sepse e kam thënë me emër dhe për nuk dua kësaj ta them me emër, policia e shtetit ka kapërcyer një gardh që nuk duhesh kapërcyer. Ishte gardi i kanavizimit. Në atë moment ai person nuk është polic. Unë i thash dikujt dje ishte në një emision ruani rënjtë e shazit, shpërndanin kubikët, më thaj. Policët? Të e thonë, jo... Po, dakord, shumë nuk e kemi... Nuk e qënë, jo, s'më kuptove. Thash e thonë për saksit gjës. Po, kur e ruan njësoj fajtorje, po, i tha, shpërndanin dhe kubikët, po tani... Dëgjo, nuk është pjesa... Dëgjo, një mitmarrje për kanabis, që është drogë, nuk është baraz me një mitmarrje, le themi, 10.000 lekë për një shkele qarkullimi shpejtësie. Kuptohet është e dënueshme si veprim, por nuk krahasohen me njëra tjetrën. Ke kaluar një kohë, ke kaluar në krahun e trafikantëve. Pra pesha veprës penale është më rëndë tani. Edhe sikur të kenë të njëjtin dënim, brenda vetes ti ke psuar një thyrje shumë të madhe. Dhe në këtë kuadër prandaj thash nuk më ke se për të gjithë. Do bëjmë smart city apo të vëmë kamera dhe në dhëm gjumit tash e kupton. Janë zbuluar pa kamera pa gjë për gjërat. Janë zbuluar, janë provuar, madje edhe janë gjetur anë të krimit. Pa të ketë vullnete, para në qarkullime, agjentura, se kemi edhe shërbimin informativ të që duhet përfshirë, se ne themi policia. Dhe janë përheqjen e këtyre ngarkesave të kota, jo gardi, jo këto të hiqen policisë, pavarësisht se dhanë rezultat goxha të mirë, ndoshta ke ndërtimet pa leje, pavarësisht se ka pas sa kërpuar veçanta, do ndoshta e frenun, por ca barat kota i duhen hequr.
të i duhet lënë krimi, të kenë dhe para në dispozicion, se po them një policë që ose ndjeki krim, se ne kemi parë në për filma, ai kafen do ta pi me lekë të vetën. Atje ku ikin lokal, se e qartë, nuk kanë dieta. Kështu që të kenë dhe mundësira financiare, të thuat, ora zotëri, se do vim prapë këto gjëra që keni, ora zotëri, grup pune, ju të tre, ta zem, po ikim Vlorë, grupi punës ta zem tjetë nga Shkodra, që s'kanë asë një njofje që të kuptimit lidhje në Vlorë. Pra veprojnë lirshëm, pra pa frikë, pa ndërhyrje. As se i sulmojnë familjen, as gjithë, shkojnë, merren me këtë detyrë, herë në muaj thiri, jo po 7 mëngjesit, jo po kontrollojë vërit atë që kanë qenë këto qaforët. Policia, kështu policia, matet me rezultate. Unë në Gjermani, kur njëri që po bënte filmim aty, me vadhe, me xhinse, kështu thoshte ti si këta metalarët që Stalin dhe vështymin që ishte agenti policisë. Po shkrihen terren, aty rinë dyre që kalovan Frankfurt dhe pashke Banau. Shkrihet me ambientin ai. Shkrihet me ambientin dhe bën detyrën. E këtu nese, edhe këtu shiko, unë jam i bindur Xhepi që se ta bëjmë dhe pak bisedë, mos ta bëjmë vetëm kështu pyetje përgjigje, ndoshta për t'i dhënë edhe pak le të themi për të kuptuar më shumë dhe audienca. Edhe këtu ka shumë njerëz taft. Jam i bindur, të paktën le të themi të gjitha organet ligjzbatuese këtu jam i bindur, qoftë shërbimi informativ i shtetit, qoftë policia e shtetit kanë kapacitete fantastike, kanë dhe njerëz fantastik, por se ku çalojnë punët kjo më vret. Qa fryme e jep, qa liri e jep, tu është problemi, qa është problemi e jep, nuk po të diskutoj fare këtë pjesë. Absolutisht. Çfarë është problemi e jep, qa fryme e jep. Moment që ai shikon ta zëm shefin ose drejtorin që bashkëpunon me, se mendoni që nuk i njohin kontingjentet, e pa shefin e vet mi dark me atë kontingjentin e zonës, me atë kapën e zonës, po haroheni. Pastaj, me thënë vërtetën, gjithmonë ka patur, po të nxjerrësh njerëzit në prit tash, mund të bësh një favor, hajt sa të them domethënë, gjëra të vogla që ndoshta nuk vinë deri ke vepra penale. I një demokracia këto. I një demokracia. Të nxjerrësh tjetër në prit të luash me jetën e njerëzve domethënë, ose le të themi ti je pjesëtar në zhdukjen e njerëzve, se normalisht kur e ke shoqëruar dhe i ka humbur me ty, për mua ti ke gisht në zhdukjen, po kam fjalën për Visin për shembull, Martinën, këtë fjalë. Të gjëra të kësaj natyre të mos kesh kurajën ta thuash. E para është defekti atij që se thot, po e dyta, pse nuk e thot ai? Sepse e di kujt do t'ia thot dhe i ikën koka. Siguria ka rënë, e kam shumë siguri. Jo në kuptim formal. Kuptim formal siguria është e nivelit të kënaqshëm. Pra s'ta marrin celularin nga dora, s'ngjet njëri në orën 10, 12 natës, tash këtë duhet ta them. E kam fjalën për në thellësi, në nivelin e thellësisë domethënë underground, ose në nivelin që dikush investohet që ti të mos arrish ta bësh atë kallëzim. Mos kujtoni se të krijon probleme nëse vën mjetet e duhura financiare për të flas për gjëra të vogla, apo për qenë gjëra të mëdha, ndoshta pushohen, ndoshta sfillohen fare, ndoshta dhe manipulohen. Po thash, jam shumë dakord me ju që nuk e zbej punën e gjithë. Por i ri teorisë që ka ngrënë grush në okaut, nëse mund t'i themi kështu, në kohën e kanabizimit. Pra nga i moment ju thoni që policia nuk e mori dot më veta? Jo, unë jam për filtrat. Ata që lanë për gjysmë, pra le ta konsideronin të gjithë veten jashtë dhe kur të rekrutoheshin të kishin të tillë filtra. Pra siç rekrutohen personat të spak që deklarojnë, mbas është niveli i lartë, krahasimin çalon, mund të jetë diçka më pak, ai koeficienti i filtrimit, po të mbash filtr, e para njerë duhet ta dinë qytetarët dhe personat që lakmojnë policinë. Policia të let varfër nëse bën detyrë. Kaq, pik. Nëse njeriu zgjedh, pra do njësoj idealizmi. Po ne kënaqesim kur gjenim një gjurë gishti identifikohesh, të them unë ka hyrë njëri në burg atje, kishte marrë 2 shishe whisky, duket ka qenë lokali Jorgo Qiqi diku atje ke spitali. Ke spitali i gjetën gjurën e plumës, ai tapi ishte doli gjurmë e ikun burg, ne kënaqesim kur bënim një identifikim sado i vogël të ishte, një zbulim ose kur bashkoheshin dy gjëra. Tani nuk ndodhin këto se ka shumë armë, shumë. Kjo armë e përdorur këtu, është përdorur këtu. Tani nuk ndodhin këto histori, se i hedhin. Atëherë ndoshta qarkullonin dhe armët për shkak të mungesës. Dhe duke qenë se identifikoheshin gjurat në 2 ngjarje të ndryshme, kryqizoheshin dhe informatorët në 2 ngjarjeve të ndryshme dhe mundësia e zbulimit ishte shumë më e lartë. Tashi krimi vërtet ka ecur dhe është sofistikuar, pas kemi një ngjarje që të vijë armat puqet me gzhojnë. Ose me kokra, s'kemi dëgjuar. Çudi më vjen për një gjë, sepse po t'i vësh re në të gjitha ngjarjet kriminale, përfundimi është që digjet makina, digjen edhe armët.
armët merren quhen për kqyrjen ato ekspertizën balistike, që quhen për shenja gishtash për të parë nëse është përdorur një tjetër, për të parë nëse është përdorur një tjetër ngjarje. Rezultatet i shoh shumë të mangëta, qoftë tek ana, le themi, operative e policisë së shtetit për të gjurmuar deri në fund, le themi, kush mund të ishin autorët e një vrasje, por dhe nga ana e Institutit Policisë Shkencore, e cila duket sikur neve na mungon rezultatet, ndoshta nuk i dim ne, se s'kemi si marrni vesh se gazetari jemi jo gjithçka, jemi të prirur ta dim në këtë histori, por rezultatin Rexhepi ti e kupton kur nuk është zbardhur ngjarja. Kjo më duket gjëja e vështirë në historinë e kësaj. Ja t'ju them një teknikalitet kështu. Nuk e di, mbas edhe e kam thënë këtu, jo nuk e besoj. Shiko, nëse armat digjet totalisht këto gjurmët atë në gjurmë gishtë gjitha këto marrojnë punë? Marrojnë punë. Sushta pjesa e funksionalitetit, pra nëse kemi djegjet fuqishme dhe kryejnë punë. Tashi çfarë ngelet për detyrë? Detyrë ngelet sepse kjo varet edhe nga fuqia e zjarrit. Shuli së bashku me shtratën, po marr shembull Kalashnikovin gjithë për atë gjithë. Po. Ndoshta nuk kanë arritur të dëmtojnë atë masë që të psojnë deformacione mekanike për gjurmët që lënë. Atëherë ky shul merret, pastrohet dhe vendoset në një armë tjetër. Dhe realizohet qitje për të krahasuar me gzhojët e tjera. Dhe këtu mund të arrihet identifikimi. Nga pikpamja e zbulueshmërisë kjo quhet arritje. Pastaj nga pikpamja e avokatisë, avokatët mund të ta rrëzojnë këtë provë sepse thotë te ke manipuluar, domethënë ke marrë një armë, ke vendosur ke një tjetër e tjera. Ha diskutim ke pjesa ligjore, po pjesa po tek e fundit domethënë të paktën e merr një informacion shumë të dobishëm, edhe nëse të rrëzohet e di që paktën kërkoni provë tjetër. Dhe e mban target personin. Mendoni se policia e shtetit mund të rikthehet lehtësisht në ato shine që ne kërkojmë? Po themi ju përmendët kanabizimin, i cili kanabizimi i përket viteve 2015-2016, do përfol shumë në atë kohë, jemi gati 10 vite. Bie që jam i lashtë, po më ka ngelur mendja atje domethënë kështu. Jo, nuk je i lashtë fare, përkundrazi, je shumë aktual tek gjithë çështja, sepse gjithë ato çfarë ne po diskutojmë, edhe ju ngrini si shqetësime, janë konstatime kryesisht të drejta. Edhe në publiku duhet t'ia themi që duhet i pranojnë çfarë ka ndodhur. Për mira për keq ndodhen ato që ndodhen. Tani hajde t'i rregullojmë. Hajde si t'a riparojmë. Tani si t'a riparojmë sa i dëm u bë. Ato duhet bërë përkundrazi. Kur është, le të themi, është në kushtet kur mund të bëhet një riparim. Absolutisht po. Bëhet riparimet të arrijnë majet më të larta. Pse askush nga drejtorët e policisë nuk ka qëndruar gjallë, më thonë, nuk është ngulur mirë aty tek ajo kafë? Se kanë lënë të ngulet. Nuk e kanë lënë. Ose që kur e kanë sjellë, mund ta kenë sjellë me koncesion. Kur thoni me koncesion, çfarë kuptoni? Me koncesion e sjell filan klan e emron. Atë klani se në moment që sire një klani, e di si qëndron problemi edhe krimi. Ke burgjet për shembull, ose kudo që tjerë. Po e pa që i panshëm. Paka shumë godet me gjithë soj, maksimum më thonë le se është idiot ose është i tretë ose i tillë është. Po e pa që mbahen në anë pasaj, pritet reagimin. Ai mund të reagojë edhe nëse ti je i drejtë për të gjithë, ti jemi të qartë se nuk. Por pjesa kryesore është të mos jesh i njëanshëm. Dhe nëse ke një standard me të gjithë, këto kemi në disa raste, nëse ke një standard me të gjithë, nuk thjesht nuk të pëlqejnë, por nuk është se reagojnë. Kur e kuptojnë pasaj që i bie një klani, për hir të një klani, aty pasaj fillon problemi. Ka ndodhur kjo? Ka qenë e dukshme, se për të ndodhur mund të ndodhë, pa ka qenë e dukshme është kuptuar. Unë tash thash, nuk i kam informacionet të duhura. Fakti që srin drejtorat tregojnë që diku o shkelin o nuk shkelin. O nuk shkelin aty ku duhet ose shkelin. Po për hir vërtetës e kemi tek ato konkurset. Ato konkurset, nëse jemi te kjo fazë e diskutimit. Jemi, këtu jemi, domethënë kjo është. Për mua është i radhës. Është më mirë mos jenë se sa të jenë. E kam me të mirë këtë, jo sinqerisht. E para njëherë ato kushtet që vendos konkursi, them që i plotësojnë shumë veta. E para ato emrat që ka shumë, po e them kështu. Nuk ka vendosur disa nga emrat, realisht ka vendosur disa nga emrat që janë emrat, le të themi, që kanë karrierë të gjatë, kanë, thonë një pjesë e tyre do të jetë edhe Elidon Çela ka mbështypur një tjetër drejtues. Pra, Ilir Proda drejtori që u largua, Skënder Hitaj aktualisht drejtuesi i policisë së Fierit. Oficer karrierë në kuptimin e gjës është Tonin Vocaj, ka drejtuar departamentin e policisë kriminale, Rebania Upi ka qenë drejtori i policisë Tiranës, po ashtu dhe Neritan Albati, prap
Këta disa nga emrat e themi më të njohur në radhë e policisë vendosë, se ka dhe të tjerë emra aty sigurisht, dhe mund të jesh dikush nga ata i cili mund ta marrë drejtimin, këtë nuk e dim, është garë. Në kohën që kam qenë punë, të gjithë ta kanë qenë punë, domethënë, edhe me thonë drejtën, ndaj një kështu konsiderat në distancë, me zotin Jaopi kam punuar, kam qenë ekspert, ai ka qenë inspektor krimesh, atëherë domethënë le të themi kemi qenë pak a shumë pozicione paralele. Ndaj konsiderata pozitive, po kështu zotin Albati kam përshtypjen inspektor dhe pastaj shef krimesh, më pas unë u largova nga radhët e policisë, ai vazhdoi karrierën. Madje u goditëm për të njëjtin fenomen, domethënë, patëm për largimin nga detyra. Është dhe ai oficer karriere, për i vërtetës dhe Toni Voçi ka një jetë me krimet. Ka përshtypjen një e mirë. Zotin Ida ndaj konsiderat personale, domethënë, si një njeri i mirë dhe vazhdoj me teorinë që njeriu i mirë mund bëhet shumë profesionist i mirë. Është shumë e rëndësishme të jesh njeri në radhë parë, pastaj profesionist, se dëgjoni, policia themi ne totat speciale gjëra, kështu si. Policia është për njerëz me intelekt të zakonshëm. Jo super. Por rëndësi ka të jenë njerëz që të kenë të mbajnë peshën, nuk duhet i fyej, domethënë, se çdo profesion ka hijet e veta dhe do në përsinë e vete të bësh një kombinacion, nuk kisha parasysh. Po mos i bëjmë tani sikur duhet të jetë Einstein aty, se nuk ka nevojë për Einstein aty. Aty ka nevojë për njerëz që kanë këllqje. Ta bëjnë atë punë, siç e thash, kanë këllqje ti thonë titullarëve jo. Kur thash duhet të heq konkursi, e kisha shumë të sinqert jo për të. E para një konkursi në disa momente mund të shkojë ke faza e formalitetit, siç kemi parë kudo. Në opinionin tim, unë them që zoti Rama e ka në kokë drejtuesin. E ka emrin? Opinion, them, po patjetër. Derisa hoqi këtë, normalisht ka bërë gati tjetër. Unë do isha i mendimit që pavarësisht se është post shumë i rëndë, se dëgjoni, gjithë këto ikjet ma kanë lënë të shije. E kuptoj. Ju besoj absolutisht keni shifni, po të marrim Italinë, ke parasysh nuk i numërohen gradat. Edhe ke uniforma, kam qejf të kenë veshje. Nuk tregoj respektin ndaj atyre zotrive. Është veshje, kur del drejtori i përgjithshëm i policisë, do të impostoj autoritet që në moment çik ato që të veshja që mban, gradat që ka të gjitha, sepse ka një fenomen që është unë e lidh me të kaluarën. Enver Hoxha i hoqi gradat. I bëri si oficer ushtar gjithë njësoj, domethënë një lloj xhelozie që jam unë. Ndoshta vazhdojnë dhe këto riminiscenca dhe tani. Pra ai që është policë me gradë, ai duhet vezulloj atje kurtezi, sepse me atë uniform ai e respekton veten, por imposton dhe autoritet, përveç sjelljes, nuk diskutohet, por dhe autoritet tek qytetari. Mos shojmë tash të vjedhim lek dhe këtë tendrat e uniformat e volizëve, se është gjuna domethënë, sepse sakaton shtetin në paraqitje. Policia nuk është policë, nuk është artan, nuk është policia është institucion, ku del në rrugë ashtu siç është dhe gjyqtari, siç është dhe prokurori. Edhe ata duhet të jenë spic, i themi, në të veshur spic edhe të realisht të rrezatojnë. Kisha me të mirë, jam krejt okay. Shofer edhe drejtorin e policisë italisë, nuk i ka vënë gjoksi nga gata dhe mosha është e madhe. Pse është e madhe? Se zvihet kollaj, po dhe nuk i gjithë kollaj. Është e vërtet. Domethënë ndoshta drejtorët e policisë jashtë përcjellin kryeministra, ndërsa këtu një duhet të jetë statur, jo ta luajnë kështu ta kenë edhe më fal se nuk e ndërpreva. Ka ministri, thash t'ia lej kompetencë ministrit me shumë sinqeritet, ndoshta edhe këtij aktuali. Aktuali është domethënë është realisht shumë teknik, sepse Besfort Lamallari ka qenë edhe ministri i brendshëm, kështu që edhe për aq sa kam patur kontakte ndaj konsiderat, dhe merr dhe përgjegjësinë e dështimit. Se po ja le, se është si trajneri që do të mendohet dy herë, kë do vëm. Mos kemi atje të frynë 100 korrente në ministri, më fal të rendit. Se janë ca sektor që nuk pranojnë korrente, nuk pranojnë flukse influencash. Për shembull rendi, shërbimi informativ kombëtar, janë ca sektor, le të themi spaku, nuk duhet të ketë korrente cat këtij, cat atij, sepse krijon problem. Pse pas ka një korrent, një lëkundje ekonomike diku në një konkurrencë do kenë fundit, do të nderojnë, flas gjithmonë se zbaton ligjin dhe menaxherët, kurse janë ca sektor delikat që nuk duhen pranuar korrente, duhet të jetë, le të themi, si një trup e vetme, nuk duhet plazmuar njerëz kështu. Më vore trajner, unë do të zgjedh
Nuk i realizova detyrat, më lera fatet, ke do heqjen tavolinë dhe kaq.